Koalicioni Vlen i përbër nga 5 parti politike dhe zyrtarish u shkri në një subjekt të vetëm politik me modelin e bashkëkryetarëve të Izet Mexhidit dhe Bilal Kasamit. Kongresi i Vlenit bashkoi përfaqësues politik e simpatizant, por kishte edhe prej atyre që mungonin. Kongresit ju bashkua dhe kryeministri Hristijan Mickoski dhe përfaqësues nga ASH-ja Ziadin Selës dhe përfaqësues të partisë NAM, ndërsa krahas mungesës së Fatmir Limanit dhe Arben Fetajt, mungoi edhe deputeti Ilir Demiri. Në deklaratën pas kongresit, njëri nga kryetarët e Vlenit, Bilal Kasami, tha se do të punojnë që Vlen të jetë një organizatë serioze politike që do të ndryshojë mendësinë politike. Një përfaqësim i cili do të jetë më ndryshe, një përfaqësim i cili do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe për të ndruar perceptimin për politikën. Politika është që t'ju shërbej qytetarëve dhe jo të zhvat shtetin dhe të rëndoj jetën e tyre. E kryetari tjetër Izet Mexhidi pranoi se kanë pasur mendime të ndryshme rreth modelit që duhej ta zgjidhnin, por në fund thot se kanë vendosur për modelin me bashkëkryetar. Mendojmë që është modeli, s'ka qenë modeli i vetëm. Kemi diskutuar shumë të shtruar me argumente pro dhe kontra. Në fund bashkërisht kemi ardhur që modeli më i qelluar për Vlenin është me bashkëkryetar. Kështu që nuk është modeli imponuar, po modeli absolvuar dhe i zgjedhur nga antarësitë e gjitha subjekteve brenda Vlenit. E të gjithë vëmendjen e kongresit e mori pjesëmarrja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit. Në fjalën e tij përshëndetse u shpreh se ky është një moment me peshë të veçantë politike dhe shoqërore e cila ndodh rrallë. Ne jemi mësuar që në politikë shumë shpesh të shohim e të përjetojmë ndarje e përqarje e coptimet subjekteve politike informacione të reja. Prandaj është shumë më e rrallë dhe më domethënëse kur disa subjekte të ndryshme arrin të gjejnë vullnetin, vizionin dhe pjekurinë për të bashkuar në një trup të vetëm politik. E pranishme në kongres ishte edhe kryetaria e komunës së Preshevës Ardita Sinani dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë Luciano Boçi. Nënkryetar të Partisë Vlen u zgjodhen Mimoza Musa dhe Bekim Qoku, ndërsa sekretar gjeneral Bekim Sali.